600 pjesëtar të policisë u angazhuan në kuadër të operacionit Qielli i Thyer, që ishte një prej më të mëdhenjve antidrog gjatë vitit 2025. Në këtë rast, me urdhër të prokurorisë speciale, autoritetet arrestuan 33 persona si pjesën e grupit që dyshohet se merreshin me trafikim të drogës. Atyre u ranë në gjurmë përmes aplikacionit Sky ACC, pastaj u basisën 47 lokacione në 4 komuna, Prishtinë, Prizren, Pej e Gjilan, kurse u sekuestruan rreth 1.5 milion euro dhe 80 vetura luksoze. Në fund të dhjetorit, ky rast do shënjestruar nga prokuroria speciale. Rasti është i ndihshëm dhe kemi gjithë të dyshuarit deri më tani në paraburgim dhe për neve ka prioritet jashtëzakonisht madh. Nuk paragjykojmë se si duhet të jetë fundi, po ata që e garantojmë është se hetimet janë duke u zhvilluar me profesionalizëm dhe me prioritetin e duhur. Aksioni në fakt ishte bashkërenduar me autoritetet e Belgjikës, Holandës si dhe me koordinim me Europolin. Në këtë formë u arrit edhe zbulimi i veprimtarisë, për të cilën shfrytëzoi aplikacioni Sky ACC, i cili konsiderohej si i papërgjushëm. Por institucionet e sigurisë patën edhe më shumë raste tjera që lidhen me kontrabandim të narkotikëve gjatë vitit. Sipas të dhënave zyrtare të policisë së Kosovës, gjatë vitit 2025 janë regjistruar 693 raste që lidhen me narkotik, ndërsa janë arrestuar 893 persona. Autoritetet kanë arritur të parandalojnë kontrabandimin me drogë, edhe në rast kur është gjetur se Kosova është tentuar të shfrytëzohej si vend tranzit për transport nëpër shtete tjera. Ndërsa dhe raste tjera të kultivimit të bimeve të ndryshme, të tilla ishin gjetur në zonën malore të fshatit Sferk në 2 plantacione, në muajin shtator, ndërsa vlera e saj llogaritet të jetë rreth 5 milion euro. Lidhur me këtë rast, pati edhe arrestime. Gjermë tani janë arrestuar 11 persona, një person në vendin e ngjarjes, 3 persona në Republikën e Kosovës, kurse janë ekstraduar me kërkesë të prokurorit të shtetit nga Republika e Shqipërisë 7 persona. Gjithashtu edhe 2 persona janë në proces të ekstradimit nga shteti i Shqipërisë, si të dyshuar për kultivimin e këtyre bimëve narkotike. Prokuroria themelore PS ka bërë të ditur se për shkak të ndjeshmërisë së rasteve që përfshin të mitur, nuk mund të ofrohen detaje shtesë. Megjithatë është theksuar se prokurorët e departamentit për të mitur kanë trajtuar çdo rast me kujdes të veçantë dhe në përputhje me dispozitat ligjore. Policia ka pasur aksion edhe në Podujev, në fshatin Dumnice e Poshtme, me 20 shtator 2025, ku gjatë kontrollit në një sipërfaqe prej rreth 1 hektari e mbjellë me misër, policia ka gjetur edhe një pjesë të parcelës të mbjellë me kanabis. Lidhur me këtë rast janë arrestuar 4 persona, 2 shtetas të Kosovës dhe 2 shtetas të Shqipërisë. Sipas policisë, 2 të dyshuarit kosovar dyshohet se kishin shfrytëzuar pronën e tyre për kultivimin e misrit dhe të bimëve narkotike, ndërsa 2 shtetasit të Shqipërisë kishin rolin e punëtorëve dhe mbikëqyrësve të parcelës të mbjellë me kanabis. Këto bimë janë arzësuar duke u djegur në vend të ngjarjes. Sa i përket konsumuesve të lëndëve narkotike, Safet Blakaj, drejtori i qendrës për trajtimin e drogave Labirinth, vlerëson se numri i rasteve të përdorimit të drogave nga të miturit është i lartë. Blakaj tregon edhe moshën kur të miturit fillojnë konsumimin e drogës. 78% që kanë filluar për herë të parë e klientat që frekventojnë qendrën tonë kanë filluar me marijuanën. Mosha mesatare aty në që fillojnë për herë të parë është 16, ka qenë 16.2, 16, pra sillet rreth kësaj moshe, por natyrisht e ka dhe raste ekstreme, por për neve ato nuk na shqetësojnë shumë, për shembull ato që flitet ka herë 19, 12 vjeç, por janë raste shumë të rralla. Blakaj tregon se në Kosovë ka filluar përdorimi edhe një lloj tjetër i drogës, që është shumë e rrezikshëm se kokaina. Nëpër Kosovë ka filluar përdoret një lloj droge që quhet metamfetamin, ose crystal meth, e cila paraqet shumë problem, sepse është shkakton varfshmërinë shumë më shpejt se kokaina. Blaka shtoi se në qendrën ku ai drejton janë mbi 3.000 persona që kanë kërkuar ndihmë. Por na i dajmë 2 grupe përdorues të drogave. Këta që i përmena janë përdorues problematik të drogës. Përdorues problematik të drogës janë cilët e personi cili përdor cilën dhe drogë 3 herë më shumë njënën për drogave. Kjo është elementi i parë, shkaktimi i varfshmërisë, konflikt me ligjin, edhe arsye tjera sociale që janë familjare e kështu me radhë. Ndërkohë sociologu Jahir Sumiqi tregon disa nga arsyet që shtyjnë të rinjt drejt përdorimit të drogës.
Mungesa si me thonë e luksit që shohin rinia tek shokët e tyre, i çon ata në përdorim të narkotikëve si rrugdalje ose si rrugëzgjidhje më e shpejt për problemin që ata e kanë. Ai thekson se shtresa më e prekur nga droga janë të rinjt, pasi personat në moshë më të rritur shpesh arrin të largohen nga përdorimi i substancave narkotike. Ata që janë në moshë më të vjetër, vetëdijsohen, ndoshta shkaqet martesa, punë, lidhjet që kanë me punën e kështu me radhë, domethënë i largojnë ata pak nga përdorimi i narkotikëve për shkak se e shohin që nuk është zgjidhje, mirë po është vetëm barr. Gjatë vitit 2025, sipas statistikave të policisë, janë sekuestruar sasitë e mëdha të substancave narkotike, përfshirë mbi 1.5 kg heroin, mbi 1.3 ton marijuanë, rreth 19.5 kg kokainë, 6.587 bim kanabisi, rreth 699 gram fara kanabisi dhe 186 gram ekstazi.